ky person dënohet për herë të dytë për dhunë, ligji është i njëjtë, pra vepra penale e njëjtë është, por dënimi është i njëjtë si herën e parë? Jo, çdo vepër që kryhet nga një recidivist, nga një person që e ka kryer një herë më parë, ka ato rrethana të rënduese, pra do të marrë edhe pak më shumë. Po flasim gjithmonë në muaj deri në 5 vite, domethënë para një dhune që është aq e rëndë, që unë mendoj që duhet ishte dënimi dhe më i lartë, prapë aty mbetemi tek 5 vite maksimum. Po ti përgjigjem edhe pyetjes që sapo jo, po është shumë e vërtet. Atëherë çfarë ndodh në burg? A rehabilitojnë këta persona? Agresori, pra, bile se thash edhe pak më përpara, a ndihmojnë këta persona për të kuptuar se ku buron zemrimi, se ku buron të qenurit impuls, se si janë ndihmuar këta njerëz nga ana psikologjike. Unë thjesht duhet të tregoj disa raste, jo këtu në Shqipëri, por rastet në Amerikë për shembull. Le të themi, ka pasur shumë njerëz që për shkak sepse janë futur në burg dhe aty janë rehabilituar normalisht edhe në pjesën emocionale të tyre, kanë kuptuar shumë gjëra rreth vetes tyre, janë shëruar dhe shumë prej tyre për shembull janë edhe si të them, kanë besuar tek Zoti, pra shkojmë edhe në disa pika të tjera që janë shumë të rëndësishme, dhe kur kanë dalë, janë bërë këta njerëz që kanë qenë kaq transformues në jetën e shumë njerëzve, kanë qenë ata që kanë thënë shikoj si isha edhe shi si jam sot. Dhe kjo është rehabilitim, pra është mirë që në këto vende, pra në burgjet, a ka rehabilitim për këta persona që janë dënues? Unë duhet të bëj një pyetje ty. Pse këto gra të cilat janë dhunuar nga bashkëshorti i tyre, e kanë denoncuar pranë organeve kompetente dhe bashkëshorti është dënuar për dhunë në familje, pasi ai ka mbaruar dënimin, sërish këto gra jetojnë me dhunuesin. Pse gratë vijojnë të jetojnë me dhunuesin të cilin e kanë denoncuar? Vim pikërisht tek disa arsye, është pjesa e parajgjykimit, pra sidomos shumë prej tyre janë nëna me fëmijë. Dhe kështu që hyn fëmijët në mes, sepse nëse nuk do të jenë me personin tjetër, pra këta fëmijë nuk do rriten me një baba. Po, a është më mirë që të rriten? Jo, absolutisht, nuk është. Unë mendoj që në momentin që një dënues është dënues, nuk mundesh do të rikthehesh të jetosh me një, të kthehesh tek dhuna, vetëm nëse ky person ti shikon një ndryshim shumë të madh në jetën e këtij personi, por shumë nga gratë sot është pikërisht kjo tek pjesa, do kthehemi përsëri tek pjesa financiare që shumë gra sot si ndihmë financiare. Për ta mbyllur me një mesazh të shkurtër, Dea.